Nga 5 djemt e Bajram Hajdës, Gjilali ishte më i vogli, 2 nga ta janë dëshmorë sot Sadreddin Hajda i ran në luftimet fundit në maj 99-ës, edhe Toni ka rënë me 6 nëntor 1998 pas luftës së Kroacisë, Kroacia ktheu në Kosovë, në luftën e Kosovës, ndërsa nga familja e dajve Tonit janë vrarë gjithë vllazërit e nënës Gjyl, domethënë nënës Tonit, janë vrarë shumë kushëri në mesin e tyre, edhe 3 dëshmorë të kombit, Fitim Doraku, Enver Doraku edhe Hysni Doraku. Toni ka qenë gjenerat e viteve 60, domethënë 67, ndërsa djemtë e vllaznive më të mëdhenj kanë qenë gjenerat 70, 74, 5, edhe kanë qenë shumë të lidhur me të. Një nga ata që ka qenë i lidhur dhe ka shumë kujtime është Emsad Hajda Buba, që nuk ju ka nda Tonit, e ka përcjell edhe për Kroaci kur ka shku në luftë, edhe ka shumë kujtime edhe shpesh e shohim edhe në Kroaci që shkon ja viziton shokët, ja viziton vendet ku ka jetuar, ku ka luftuar. Kam qenë edhe unë gjatë verës në Kroaci, e kam pa gospiqin, kam taku shokët Tonit, na kanë prit mirë, i falenderoj, kanë pas shumë respekt për ta. E tash Emsadi smrami herë ka qenë prapë në Kroaci, duke e kërku një vend ku kanë ndodhur të 2 foto, ndiqni videon edhe e shikoni. Që thash e gjetëm njerin që e din sakt vendin ku ka dalë Gjilali ato 2 foto Bajram, dhe ai po na qun bash në vend. Me kërta tina unë para neve, e zëtetëm rrugë dhe mili e në gjofti me në jetë, tha e në gjoj, tha mirë, tha e di, tha kush është Gjevati, dhe Gjevati kam dherë këtu, dhe tash po na qun direkt në vend ku kanë dalë ata 2 foto që i ka. Edhe ki para neve u konë ushtar, me midin kursin i shkon në 2 vende, tani këtu jenë dadi, ku ka pas nevoj jenë shkip, ama të është dënë me shkon në atë vend sakt. Me pa sakt atë vend. Larg për Gospiqit i ka një 7 km para se me shku në Sveti Rok të Mile, që e thash këtu du të më konë diko. Dhe këmi thash në qonë. Që këtu është Ribniki, ato 2 foto Gjilali që ka dalë, është në këtë vend Ribnik, kjo është një 5 km 6 larg Gospiqit, në këtë vend u konë, ata 2 foto që ka dalë. Kjo është Ribnik, ose po mëna me gjetë njerës që ka dalë foto, parëzit e kemi gjetë njonin, dhe ajna të regoje në gjoj, tha shumë mirë, me ato dula foto, po tha, foto nuk kom une, tha, a këta njerës në foto i ngjike kretë. Parëzit me ato kemi nejtë, është një kroati këti vendit, nga Ribniki. E tjera, njerës janë do të gjallë në atë foto. Pozdrav prijatelji, mili moj, evo rećete si, rekao da ti zapalim sveću za djelat u grob, došli smo sa Bajram, da ti završim favorit moj. Evo 2 dana sam na Kosovu, sutra se vraćam za Njemačku. Pa se čujemo, brate moji.